që shumë mirë që është larguar me bishtin ndër shal, Mila Radojqić, por është farë më intereson mua në këto momente, besoj edhe shumë kush që na ndjek në transmetim është si keni parë ato incizimet telefonike me zonën Kusari Lila, e keni parë pjesë luftës hibride dhe montazhave, apo ju ka shqetësuar dhe ju ka brengosur? Padyshim që është pjesë e luftës hibride dhe e montimeve që janë bërë zonjës Mimoza Kusari Lila, edhe njëherë, po më duhet të citoj kolegët e mi, nuk kam asgjë çfarë t'ju shtoj, ajo është montuar dhe unë besoj që ata që e kanë transmetuar do duhej të hetoheshin se si u bë një montim i tillë dhe kush u dha e si u dha. Nuk ka gjë të vërtetë, të provosh ta lidhësh Mimoza Kusari Lilën me Milan Radojqićin është një gjë e ligë përveç se e pavërtetë. Çka nëse ata Srpska e ka lidhur në telefon dikush ka bërë në një komunikim të tillë? Po le të bëjnë hetimin për këtë gjë. Po? Le të hetojnë. Le të hetojnë. Le të hetojnë. E keni diskutuar me zonjën Kusari ndonjëherë këtë çështje, kështu 1-1? Po e kemi diskutuar, po jo 1-1, në grup parlamentar. Edhe në grup parlamentar. Po, edhe? Natyrisht, ajo ka treguar atë që i ka treguar edhe publikisht. Na nuk i kemi një pol llafe në grup parlamentar e të tjerat në për studio televizive. Është e njëjta gjë. Se po thotë tjerë ka kështu. Unë thash që ne se kemi. Domethënë, çfarë ka thënë ajo publikisht është e njëjta gjë që e ka dhënë edhe si shpjegim në grupin ton parlamentar.